Në një natë pa hënë, në një fshat të vogël në këmbët e Shqipërisë, 3 njerëz, një djalë i humbur, një grua me zemër të thyer dhe një plak që kishte harruar fenë, patën të njëjtën ëndër. Nuk ishte një imazh i zakonshëm, por një paqe që thynte kohën. Atje, midis dritës së pastër, u shfaq ai, i bardhë si borë, i butë si një frym, sytë e tij të plot me mëshirë për këta që kishin humbur rrugën. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk fol, por vetëm e shtrëngoi borën e secilit. Dhe në atë prekje, çdo ngurrim u zhduk, çdo ankth u shndrua në besim. Kur zgjuan, ata nuk kishin parë një fantazm, kishin prekur të vërtetën e pastër, sepse në Islam ëndra e së vërtetës është një pjesë nga profecia, dhe kur profeti sallallahu alaihi wasallam shfaqet, ai nuk vjen për t'i friksuar, ai vjen për t'i kthyer. Këta 3 nuk e dinin, por ajo na do të ndryshonte gjithçka, sepse nuk ishte vetëm një ëndër, ishte një thirrje nga qielli për Shqipërinë. Ai Kuhej Arben, 17 vjeç, me sy të zymt si deti i Vlorës në dimër, nuk e donte botën, as veten. Çdo ditë ishte një luftë pa armë, por me dhimbje të fshehur. Ai kishte shkruar një letër: "Nuk dua më." Por natën, para se ta dërgonte, pa atë ëndër. Profeti i Allahut nuk e ftoi në qiell, e mori për dorë dhe e çoi te një burim uji në mes të shkretëtirës. "Pije," i tha pa fjalë, vetëm me sy. Dhe kur Arbeni përiu, uji ishte i ëmbël si mëshira. Kur zgjati, ai qajti, jo nga dhimbja, por nga një paqe që kurrë nuk kishte ndjerë. Ai hodhi letrën në zjarr. Sot, ai nuk e di pse profeti erdhi pikërisht tek ai, një djalë i vogël, i humbur në një vend të vogël. Por tani ai e di, Allahu nuk lë asnjë shpirt të vetmuar. Edhe kur ti mendon se je fundi i historisë, ai po shkruan fillimin tënd të ri. Emri i saj ishte Elira. Në shekullin e saj të tretë, e kishte humbur gjithçka: burrin në luftë, djalin në emigracion, dashurinë në heshtje. Ajo fliste vetëm me zërin e vetmisë, atë që qëndronte brenda saj, i heshtur dhe i thyer. "Nuk lutesh dot." "Pse të lutem?" thoshte. Ai e dinte çfarë do të më ndodh dhe megjithatë ma dha. Por atë natë, në ëndër, profeti sallallahu alaihi wasallam u shfaq jo si një profet i largët, por si një babaj që e kupton dhimbjen e bijës. Ai u ul pranë saj, pa fjalë, dhe e mori dorën e saj siç e merr një grua e vjetër që ka kaluar detin e zemrës. Dhe në atë moment, ajo e pa. Allahu nuk e dha dhimbjen si dënim, e dha si një rrugë për t'u kthyer te ai. Kur zgjati, Elira qajti për herë të parë që nga 20 vjet, dhe pastaj thirri djalin, jo për të qarë, por për të thënë: "Biri im, dua t'i fal të gjitha namazet që kam humbur." Hajri ishte 82 vjeç. Ai kishte qenë imam në rininë e tij, por me kalimin e kohës, feja u bë thjesht një kujtim. Kurani i tij qëndronte mbi raft, i pastër, por i mbyllur. "Unë e di gjithçka," thoshte ai. "Çfarë kam për t'u mësuar tash?" Por zemra e tij ishte e thatë si toka e verës. Atë natë, në ëndër, profeti paqja qoftë mbi të, nuk erdhi me fjalë urtësie. Erdhi me një Kuran të hapur dhe ja dha atij si një dhuratë të re. "Këtë nuk e ke lexuar kurrë," i tha pa zë, por ai e kuptoi. Sepse çdo herë që Kurbani hapet me zemër të re, ai bëhet libër i ri. Kur hajri zgjati, ai nuk u ngrit për të pirë kafe, por për të lartuar tapinimin. Ai e mori Kurbanin, e puthi dhe e hapi me duar që trembën, jo nga mosha, por nga një dashuri e re. Ai kuptoi, feja nuk është një arkiv, është një thirrje e përditshme, dhe sot ai lexon për herë të parë, edhe pse e ka bërë këtë qindra herë. Nuk ishte rastësi. Në të njëjtën natë, pa hënë, në 3 qytete të ndryshme të Shqipërisë, në Tiranë, në Gjirokastër dhe në Shkodër, 3 zemra që nuk njiheshin midis tyre, pa pasur kurrë lidhje, patën të njëjtën ëndër. E njëjta dritë, e njëjta prani, e njëjta prekje e butë që thynte muret e vetmimit, ankthit dhe mohimit. Kjo nuk ishte imagjinat e lodhur, ishte një shenjë nga Allahu. Sepse kur profeti Muhammed paqoftë mbi të, shfaqet në ëndra të ndryshme të njerëzve të ndarë, kjo nuk është thjesht një rastësi, është një thirrje kolektive.
Ai nuk vjen vetëm për të shpëtuar individët, por për të ndërtuar një rrjet besimi që do të zgjojë popullin. Këta tre nuk e dinin, por ata ishin zgjedhur jo për nder, por për mision, të bëhen pasqyra të dritës së tij në kohë errësire. Dhe kur secili prej tyre do të nisë rrugën e tij të re, ata do të takohen, jo nga plani i njeriut, por nga urdhri i qiellit. Sepse drita nuk qëndron vetëm në një shtëpi, ajo kërkon të shpërthejë. Një ditë e enjte, në një stacion autobusi në Elbasan, tre rrugë që kur nuk duhej të kishin kryqëzuar, u gjetën. Arben po shkëmbente një libër mbi mendjen. Elira po kërkonte një mjek për vëllain e saj të sëmur. Hajri po kthente nga një vizitë në varrin e gruas së tij. Asnjëri nuk e kishte parë tjetrin më parë, por kur Arben u rrëzua, një copë letrash e vjetra ra nga xhepi i tij. Dhe midis tyre, një faqe i Kuranit që kishte shkruar me dorë. Ja Rab, më trego rrugën. Elira e mori atë faqe, e pa dhe u qesh. Jo nga mospërthillje, por nga një njohje e thellë. Unë e kam parë këtë shkrim. Në ëndër, i tha. Hajri që qëndronte pranë, u tremb. Edhe unë, bishtëroi ai. Pa fjalë më tepër, ata ulën në një bankë të vjetër. Nuk ishte rastësi, ishte urdhërimi i Zotit, sepse drita që i kishte prekur në natë, tash po i lidhte në ditë. Dhe atë ditë, në mes të zhurmës së qytetit, tre zemra filluan të rrahin si një. Në atë bankë të vjetër në Elbasan, asnjëri nuk e fshehu të vërtetën. Arben foli për dëshirën e tij për të vdekur. Elira zbuloi se kishte mohuar namazin për 18 vjet. Hajri pranoi se kishte bërë kurbani një zbukurim, jo një shok. Dhe kur secili foli, asnjëri nuk i dënoi tjetrin, sepse në atë moment ata kuptuan ëndra nuk ishte vetëm për t'i shpëtuar ata, ishte për t'i bashkuar ata në paqen e zemrës. Nuk ishin të ndryshëm, ishin pasqyra të njëjtës nevoje. Dhe atëherë Hajri, me zërin e butë të një imami që kishte rikthyer te feja, i tha: "Nëse profeti na ka prekur të gjithëve, kjo do të thotë që Allahu ka një punë për ne." Ata u heshtën. Dhe në atë heshtje dëgjuan atë që kishin harruar, zemrat që rrahin në armoni me urdhrin e Zotit. Atë ditë, ata nuk formuan një organizat, formuan një aqida, një besim të përbashkët, që drita vjen kur të hapësh zemrën, jo kur e mbillësh. Atë mbrëmje, ata nuk u kthyen në shtëpitë e tyre, qëndruan në një xhami të vogël në periferi të qytetit, jo për shfaqje, por për t'u rikthyer. Hajri, me duar që trembën jo nga mosha, por nga emocioni, i tregoi Arbenit se si të lahet. Elira, për herë të parë pas shumë vitesh, la këmbët pa lot, por me paqe. Kur filluan namazin, Hajri qëndroi përpara si imam, Arben pas tij, i ri, i pavendosur, por i sinqert, dhe Elira, me qilimin e saj të vjetër, u ul prapa me kokë të ulur. Nuk ishte i përsosur. Arben gaboi rukune, Elira harroi një ajet, por ata vazhduan, sepse Allahu nuk kërkon përsosmëri, kërkon sinqeritet. Dhe atëherë, në mes të sujudit, Arben pa një dritë, e njëjtën që kishte parë në ëndër, dhe e kuptoi. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk erdhi vetëm në natë. Ai ishte atje, në secilin sujud që bënin me zemër të hapur. Atë ditë, tre njerëz bën më shumë se namaz, bën një premtim me qiellin. Pas namazit ata nuk u ndan. Në vend të kësaj, Hajri foli: "Nëse profeti na ka bashkuar, atëherë kemi detyrë të mos e lëm këtë dritë të fiket." Elira tha: "Unë nuk kam shumë kohë, por kam një shtëpi dhe një zemër që tash do të pranoj." Arbeni me sy të lagur tha thjesht: "Unë nuk kam gjë, veç se dëshirën të mos humb diçka aq të bukur." Kështu lindi ndriçimi, jo si një organizat, por si një thirrje e thjeshtë, t'i takojnë njerëzit që kishin humbur shpirtin. Filluan të vizitonin spitale, burgje, fshatra të izoluara. Nuk sillnin libra, por zemra të hapura. Nuk sillnin përgjigje, por pyetje të sinqerta. A je i lumtur? A ke dikë që të dëgjon? A ki dashurinë për të ndryshmin? Dhe në çdo takim, ata nuk thoshin: "Ne jemi të shpëtuar." Thoshin: "Ne jemi të njëjtë si ti."
sepse drita nuk është për ta mbajtur, është për ta ndarë. Dhe atëherë, historia e tyre fillon të shpërndahet, jo me videoklipa, por me zemra që riktheheshin nga errësira. Por rruga e dritës nuk është pa sfida. Një ditë, një zë i fortë nga rrjetet sociale i quajti përgënjestra. Një imam i një xhamie të madhe tha se ata shpërndajnë herezi me emrin e profetit. Arbenu tmerrua. A e kemi kuptuar gabim ëndrrën? Elira u mbyll. Hajri u lut pa fjalë. Atë natë, asnjeri nuk pa profetin në ëndër. Vetëm errësirë. Por në atë errësirë, Hajri tha: nëse drita jon vjen nga Allahu, asnjë zë njerëzor nuk mund ta fik atë. Dhe Arben kuptoi, kundërshtimi nuk ishte fundi, ishte testi, sepse çdo thirrje e vërtet nga qielli fillon në heshtje, lulëzon në paqe, por ulet kur kundërshtohet me durim. Ata nuk u përgjigjen me zemër. Në vend kësaj, vazhduan të vizitonin një djalë të sëmurë me kancer, i cili i tha Arbenit: ju jeni të parët që më keni pyetur si ndihem, jo çfarë kam bërë gabim. Dhe atëherë, ata e dinë. Drita e tyre ishte e vërtet, sepse kishte prekur një shpirt të humbur. Pas ditës së kundërshtimit, ata nuk folën për veten. Në vend të kësaj, vendosën të bëjnë diçka më të fuqishme se fjalët, të luteshin së bashku pa zë. Çdo mbrëmje, në shtëpinë e Elirës, ata ulën në një qosht të heshtur. Nuk kishin mikrofon, as kamer, as plan. Vetëm 3 zemra që vrahin drejt qiellit. Nuk kishin nevojë të thoshin ja Allah, sepse zemrat e tyre e thoshin me çdo frym. Dhe në atë heshtje kolektive ndodhi diçka e jashtëzakonshme, një paqe që nuk mund të shpjegohej me mend. Arben filloi të shkruaj poezi, Elira filloi të punojë me grupe të vetmuara. Hajri filloi të mësoj fëmijët e fshatit Kurbani, jo për not, por për shpirt. Dhe asnjëri nuk e quajti këtë lëvizje. E quajtën kthim, sepse kur njerëzit e thjesht bën diçka nga zemra, pa dëshirë për famë, Allahu e bën atë të lulezojë në mënyra që ata nuk mund t'i imagjinojnë. Dhe atëherë, njerëz nga Gjirokastra, Korça, Kuksi filluan të thoshin: kam dëgjuar për ata 3, a mund t'ju bashkohem?